Dikush thot mirë me për zemrën e mirë ka punon, i ndershëm është. Po. Nuk thot që Zoti jem është Allahu, nuk thot që feja ime është Islami, nuk thot që Muhamedi është profeti. Amo nga ana tjetër ka sjellje të mirë, ka është human, ndihmon, është përparimtar i zhvilluar, ka lehtësu, ka zbulu mikrofonin, atë këtë kamerën, YouTube-ën, Google, Facebook. Ja avancum në aspektin e dunjas. Po. Këtë pyetje ka bo Aisha radhiyallahu ta'ala anha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për njeri i cili thirrë Ibn Judaan. Ta Aisha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ç'ky Ibn Judaani ta është njeri i mirë. Çka njeri i mirë? I mban thot lidhje farefisnore. I ndihmon të varfrit. Nuk e kthen të keqen me të keqe, po e kthen me të mirë. Ju ndihmon çdo kush që ka dhe diçka, ky i ndihmon. Është shumë njeri i mirë, nuk është njeri i keq. Tha, a do t'i pun, mirë po pa besimtar ish, se kish pranu Islamin. Tha, a do t'i pun dobi që këto veprat mira ditën e gjykimit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, jo, Aisha. A di pse? Se tha, ky kur nuk ka thënë o Zot, më fal mua, në falë mua në ditën e fundit. Pra nuk i ka besu Allah, se ka realizu shahadetin, se ka realizu tauhidin, njëshmërinë dhe Allah azza wa jall. Nuk i ka plotsu kushtet e Islamit, nuk i ka plotsu kushtet e imanit. Sado që ai është i mirë në dunja. Në rregull, ama ky me krejt është i mirë, ama me Allahun është i keq. E kur ti jesh me krejt i mirë, me Allahun keq i ke punt, bojnë dobi që këto, që ke qenë i mirë me këto. Ne nuk e lavdërojmë dikant tjetër shembull që ka sjelljen e keqe, absolutisht, mos keq kuptohet kjo. Ai vërtet, alhamdulillah, shoqër që është çështu i mirë, ama pa me plotsu tauhidin, shahadetin, njëshmërinë ndaj Allahut azza wa jall, ky nuk shpëton ditën e gjykimit. Shumë i qartë keve. I mirë ti është spari me Allahun, pastaj sjella me tjerë të përparimje me veten e matë me. Zakonisht njerëzit përpiqen çdo herë për kënaqësinë e njerëzve, harrojnë kënaqësinë e Allahut. Është një rregull, thotë, kënaqësia e njerëzve është një diçka që nuk arrihet. Është një qëllim që kurrë nuk arrihet. Ama kënaqësia e Allahut duhet të jetë një qëllim që kurrë nuk do të lihet. Për shkak se atëherë Allahu i bën edhe njerëzit që duan të jenë të dashur ndaj teje. Edhe ndoshta nuk të respekton, nuk ta don besimin, nuk ta don imanin. Ama Allahu azza wa jall automatikisht ja mbjell aty në zemër një farlloj respekti për ty. Një farlloj pozite në zemrën e tij për ty për shkak se ti i bindesh Allahut azza wa jall. A kush i ka këto sifate që kishte që ky Ibn Judaani, që i kishte në mosbesim? Kush i ka në Islam? Është për njerëzve më të gradu. Kur Allahu se humb. A dini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si tha Hadija radhiyallahu ta'ala në fillim kur i zbriti shpallë, kur u friksu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka i tha Hadija? Kalla la yukhzika Allahu abada. Ti o Muhammed, kur Allahu nuk të humb. A di pse? Për shkak se ti i mban thot lidhjet farefisnore. Ha? E mirëpret musafirin. Përpiqesh me ia kthy hakun atij që është bë pa drejtësi. Ty Allah tha kur nuk të. Pra Ibn Judanin edhe pse kishte këto, ama se kishte esencën, imanin, Allahu ja dështoi veprat në xhenem. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak se ishte pejgamberi i Zotit dhe gjithë ata të cilët i përmbahen këtyne karakteristikave, Allahu azza wa jall kur nuk i hub, dhe kemi shembuj plot gjatë jetës së kësaj botës ata të cilët i mbajnë lidhjet farefisnore, çfarë bereqeti ju ka thu Allahu azza wa jall. Shembulli këtij më kujtu me një thënie i cili thot kitë shumë zero ka. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ama kitë zero, s'ka në vlerë. Një njësh me evnu, bot 1 milion. Po, Allah. E qaj njësh është la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Allah, po, alhamdulillah. Që ky shahadeti, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo përshon më shumë se gjithë veprat. Kjo që veprat e mira janë të mrekullueshme, feja na nxit, mirë po. Nëse nuk janë pa la ilaha illallah, problem. Është problem dhe dështon ditën e gjykimit.